shumë plane politike. Ke trahtuar Kosovën kur ke dashur të shkëmbesh territore. Ke trahtuar Kosovën kur ke dashur të integrohesh me gjithë Serbinë në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje, duke marrë Vučićin, ndërkohë që Evropa i ka dhënë kusht Serbisë se ajo nuk mund të eci asnjë hap përpara pa njohje reciproke me Kosovën. Ai, Edi Rama, nuk mund ta përdori Kosovën, trollin ton kombëtar si kusur për vendin e tij të qeverisë dhe të politikës. Pra, i bëj thirrje qeverisë, i bëj thirrje administratës shtetërore, i bëj thirrje ushtrisë, policisë, çdo poreje të shtetit shqiptar, të ngrihen, të bashkohen me ne, të ruajnë identitetin kombëtar, të ruajnë tërësinë e Shqipërisë natyrale. Edi Rama e ka për detyrë, nëse me të vërtetë do Shqipërinë ashtu si poet melankolik sa herë i vjen puna ngushtë, të japi dorëheqje, të lejoj krijimin e një qeverie teknike nga akademikë dhe profesorë të cilët nuk janë zhytur në politikën e 36 vjetëve. Për ndryshe, këto protesta qytetare do të eskalojnë, nuk do t'jenë më kaq paqësore. Rahatia e tij duke parë këto protesta nga Bolltuku do të ketë një limit. Mos na detyro të ndryshojmë mënyrën e protestës, sepse do ta kesh edhe atë mënyrë. Rama Mburg, Berisha Mburg, Rama tërhiqu, jo me lutje, po do të tërhiqesh dikur me një protest aq mazive dhe aq agresive, sepse tradhtarët nuk meritojnë lutje, tradhtarët meritojnë ndëshkim. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Rama jepe dorëheqje! Rama jepe dorëheqje! Rama jepe dorëheqje! Kjo protest mund cilësohet fare mirë si revolta e gjeneratës së. Ata na kanë dhënë një mësim gjithëve ne! Ata duket se nuk kanë frikë as autoritetin, as pushtetin, as kënd. Janë të gatshëm dalin rrugë dhe të arsojnë të regjim. Okej, njëri nga turma thotë si kanë frikë as prindit. Shumë mirë bëjmë! Ndaj kam plaqin të fjallës njërës prej tyre. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam një nxënëse në 9 vjeçare dhe ndodhem përpara jush sot. Sepse unë e dua vendin tim. Disa prej jush mund të mendojnë se jam shumë e vogël për të folur këtu sot. Por e vërteta është që nuk mund të jesh kurrë shumë i vogël apo shumë i madh për të kërkuar drejtësi. Ne jemi këtu sot sepse e duam vendin tonë dhe duam më të mirën për të ardhmen tonë. Dhe më bëhet zemra mal kur shoh të rinë dhe të reja kaq të bukur duke protestuar për vendin e tyre. Bravo! Mos na prekni florët dhe zvornecin. Dhe ju bëj një thirrje mediave. Është një pyetje. Pse revoltoheni kur qytetarët më në fund e kuptojnë propagandën dhe lajmet e pavërteta që ju shpërndani çdo ditë? Sepse vërteta është që ne jemi mbledhur këtu sot për atë deun ton, për Vlorën, për Rionin, për atë që askush nuk flet, për padrejtirat që na bëjnë çdo ditë. Dhe jo si shton mediat për komunitetin LGBT. Është një propagandë të mërshme. Ne do flasim derisa atë mos të kemi zë. Do flasim, do përtasim, do puçasim për vendin tonë dhe për të ardhmen tonë. Prandaj ju them, të gjithëve që ndalojnë, ne nuk do ndalojmë, ne do protestojmë.
Shqipëria është vetëm e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve dhe e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve dhe e tradhtarëve. Shumë faleminderit. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Jo e tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Ramazan Berisha. Kam knaqësinë t'ja jap një djali që kur ka folur ai, shumica prej nesh nuk e kemi besuar. Madje unë kam qenë një prej tyre. Por kur faktet donin hapur, gjithë ne duhet ta falenderojmë. Emrin e ka Gen Progni. Përshëndetje edhe faleminderit që sot jemi edhe më shumë. Do flas vetëm për diçka shumë